pse Muhamet, do të thonë, në momentin kur shkojmë në Rambuje, unë thras ty, i thras edhe plot do shok të tjerë, dhe them, ky delegacion ka nevojë për përkrahje, delegacioni që shkon në Rambuje. Një pjesë e mirë ka qenë, do të thonë, e dobishme, pjesat që keni dërgu ju për ekonomi gjithmonë e kemi përdor si platformë që na kemi nevojë për, do të thonë, një tërësi strukturore. Po ka më shku një për përdori, një projekt që i ka lypë më botë botërore, me qena me gona. Po pra. Një ka shku. Po pra. Delegacioni Kosovë. Na kemi pas një platformë. Pse me gjithë këtë pregaditje na him në pavarësi, jo po në liri, do të thonë, përfundon lufta, përfundon okupimi, edhe na nuk kemi platformë ekonomike tona. Ki që shë spjeganim, do më thonë për pas një loj papërgjegjësie, po du më thonë, ose një loj mos preokupimi me temat ma të rëndësishme. Me qashtë Ramushi, si që të Ramushi, kjo tep, edhe na po thonë, me të vërtet, ekzistojnë disa strategji, po të cilat janë, do më thonë, shumë të shkrume, nështë apë inteligencë artificiale, a këtë nuk e kanë jetën, nuk e kanë preokupimin që me u përdoraj dokument, do më thonë, e shkru në dikun e marrën e konsulent edhe e lonë që atje. Nuk ka debat në shoqëri, për me ardhë deri të një konsenzus, do më thonë, qka i duhet Kosovës edhe me vazhdu në qatë rrugë. Se na zdishim për shau, me njerë, mas vitit 99, ne kemi qenë disa të rezat të përbashkëta të rumbullakta, edhe pyetja që ka ardhur gjithmonë prej bashkisë ndërkombëtare ka qenë çfarë do ne me bëu me privatizim për shkak. E na nuk e kemi pas një projekt, më thonë, ky është projekti jonë për privatizim. Jo, qeveria se ka pas, ishte çështja e privatizimit është mjaft delikate. Si çdo vend tjetër. Si çdo vend tjetër, po te na e kishte edhe një dimension tjetër. Edhe një dimension tjetër. Te na, do më thonë, mas pari, ato ndërmarrje fillun me funksionu, do më thonë, u këthyn drejtor të përpashëm disa i pruni qeveria përkohshme, u bën një farë hallakame, po megjithatë fillun me punu, rreten ato, po ato nuk mëshin me shku ma tutje, për arsye se kishin teknologjinë e vjetrume, duhej investitori, duhej teknologjia e menaxhimenti i ri, çështja e re, menaxhimit financa, marketingu, këtë ato duhet më bu me investitor të ri me sektor privat. Edhe atëherit kujtohet kemi pas shumë debate për privatizimin, ku ke qenë aty, ka qenë një letra e bardhë që e shkru në Gjolli Diksoni dhe Renzo Davidi, ata dy njerëz kryesor të Unë Mikut për ekonomi, profesor të mirë, profesor të mirë, krejt ai dokument ishte. Edhe Dashamir, po ashtu. Edhe Dashamir ka qenë. Dashamir, po. Gjolli Diksoni. Shumë Dashamir, të dytë, po sidomos Gjolli Diksoni. Edhe ata e shkru një qëjtën letra e bardhë. Në atë letrën e bardhë, ata natyrisht i kishin marrë dhe studimet tona dhe me neve, e kishin shkru mirë, po një vend e kishin shkru një fjali që e preshte krejt atë dokument. Nuk që prona shoqërore në Kosovë është e paqartë. Do më thonë që nuk i dihet titulari, nuk dihet e kujna është. Edhe tash, ajo i jep të Serbisë argumente, se Serbia pretendon në pronën tonë shoqërore publike. Prandaj privatizimi jonë, marrja privatizimi, do më thonë, Serbisja ja këput të 1,2 saj për këtë pronës, pretendime për pronën tonë, dhe vetë fakti që na përbojmë privatizimin, do më thonë, na jemi të zotë të pronës. Edhe s'ka diskutime me Serbinë, prandaj këtu na kishëm ka pak me skuptim, do kundërshtojshim privatizimin, kujtohet një pjesë e njerëzve. E kështu që filloja e privatizim, na patëm shumë polemika me Renzon, si duket Renzo e keqe shkuat fjali, bile është një profesor shumë i njohur, një lesista është Will Bartlett, edhe patëm një dark atëherë me Renzo, e kishëm i shkollë të verës, në Prizren, me njerë mas lufte, edhe a erdhë me mojnë pësim, ato e Will Bartlett, edhe të një thërë më da Renzo, mas me qenë se ishte kolegë me te, thërë dark edhe, u qelë puna, e thash, qa ke votin atë letrën e bordë, qa është ajo? Po që ashtu është, nuk është ashtu, për ja spjegoj kompetencat e Kosovës pronën publike, se
janë konë gjitha në s'ka pronën shoqërore, Serbia s'ka kur far dokumenti, as kur far argumenti, për pos falsifikimit, edhe po i shpjegoj, ai për fat se kom dit, po ai Vil Bardhleti kishte doktoru në Jugosllavinë, sistemin ekonomik jugosllav. Punë, unë pushtyna me rrënë, kur i tha rrënë sa leta, se si e kur konë ta heqë, si e kur konë ta, profesor Mustafa ka drejtë, dhe leta, heqë në ato. Mirë po met ajo, aden edhe që ajo ngrirja e fondeve nga privatizimi, aden nuk u heq, ajo heq, po një farë subkoshjense met, që këto dikun aden ka pretendimet e lom që ato se mos po na pa ditin e për gjyqe po marojme, aden zdodhi kur gjo do me thonë, kur gjo pretendimet u tregun që janë falsa. Aty një pjesë, do më thonë, spjegimi yt është në fakt spjegim për faktin që nuk ke përfaqësim politik, do më thonë, ti edhe krejt dashamir tjerë e mbrojnë këtë, por kompetenca jote është si drejtori i Institutit Reinvesti, nuk përfaqëson në pushtet. Na hym në liri me dy qeveri, jo unë jam i pare, jo unë jam jo unë e vëtheqi këto, por asnjëni s'del, më thonë, ka dal, ne përfaqësojmë Kosovën dhe këto janë pronat tona, jo pronat e partisë time, jo pronat e qeverisë time, po të Kosovës. Plotësisht ki drejt. Në atë kohë na i bëm 10 faqe, thash. Edhe ke shumë idenë si institut që më shku me folë me tëna partit, edhe kuptohet presidentin Rugova, edhe me kërku për i ty një faqe me u shkru një deklaratë dhe me në shkru krejtë rrëth pronës. Dhe që është, unë kërë këm pa që atesari ka shkru e tërë prona brana kufit Kosovës, si ta kanë vetëm popullit Kosovës, ashtë që kjo pavarësia, kjo është suvereniteti. Edhe, do më thonë, ishte puna që me shkru një faqe, një deklarat, krejt partit politike bashk, me ja që unë mikut, me ja që krejtëve që na jemi për me privatizu këta. Na ta shkruma, të shku me vizitu ranë, shku të njën e tha, që ka votat, tha qysh, a i marru ma shumë, ma pak, kur të nënshkruj këto. A i thash ti, thash, a bo votat, thash, po kjo është rëzirme. Kumë të tjetëri, tha, po, tha, mire, kene, tha, se na i kem njerës të atje bashkë më unikun të punu në industrien privatizime, e kom e thirë, thrasu ty nestra bashkë me ata, me ju folti, me u spjegua atyne, shumë mirë u gëzovë, nestra prit masterezi janë qëfarë, s'la thiri më gorë, kumë të ashtë të tjetëri, folke kështu për histori, folke kështu geografisë, historisë, kumë të Rugova, për dallim për kajtëve, mund me thonë që e kishë ledzu. Këtë bile i lidhë kemi një farsigjimi atë letra, e të edhe lidhë, tha, unë e këmë ledzu, tha, unë e përkrahe, unë e nënshkruj, folni edhe me tjerë, tha, kjo është më rëndësi, duhet më bo. Nuk mujton me bo atë, veç me të arsyetu që ato që thati. Jo, ka qenë një element tjetër, ka qenë gara kush po i kontrollon këto, sepse për shkak Keku posta me njerë u shëndru në burim të... punësimi, burim i gjithë i gjithë shkapit, i kontrollit. Po, e vërtet. Vërtet, do më thonë, e tash, ki drejtja të saj përket, paka shumë, na ishëm bashkë qeveris, po partit politike më ishin me rujtë, më ishin me bo deklarata. Ishin ata bashkë kryesusit e departmenteve të mikut, po edhe ata më ishin, po që është ta Mahmut i Leonit, je kon luft, po ke mujtë me luftu ma shumë, edhe ata ishin aty më ishin ma shumë me bo. E tash kjo ideja masën e i bashkëpunimit me USAID-in, ideja e Cajpës edhe USAID-it ishtë që ajo të kujtohet që e bëm trojeza ndërkombëtare për debate, që një 2 vjetë kemi majtë, një 20 studime kemi po, për çdo fush kemi diskutu në aty, ishte që na me i tubu intelektualet e Kosovës, shoqinë civile, ekspertat, edhe ndërkombëtarët me i thirrë aty, edhe me bo një farë ndikimin në UNMIK, edhe një farë opozite UNMIK-ut, edhe faktikisht kemi pas një opozit bashkë me Kohën, bashkë me Kacin, bashkë me Mandej Forumi 2015 që u bo, na ja ka qenë një farë opozite ndaj tyne, një farë watchdogu, një farë kontrolin ndaj administratës ndërkombëtare, dhe nuk ka qenë këtë pas sukseshme, më thonë. Për shembull, kur e ndërpreu
privatizimin Marie Fuqi, na bom një analizat, ato Saidit ishin shqetësu, thanë, qka me bo? Qka me bo, tash qysh me ja bo, a keni, tash, po më bojmë një raport, e thirru me dhe ato aty, e qesën para opinionit, tash, koha e transmeton, e shohin krejt njerëzit, bëhet një presion, tash, aja s'munët me majtë peng Kosovë, edhe qashtu ndodhe, ajo mas asaj tryeze, shkoj drejt atin, edhe ajo mas 2 ditë, ju duhet me lëshu Kosovën, edhe filloj erdhë kë Rykeri, Joakim Rykeri, edhe ai ka qenë njeri që ka bo punë të mira, moj me thonë. Po.